Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë. Ungjilli i sotëm, vëllezër e motra, hapet me një kërkesë dhe një lutje që një person i bën Zotit për një problem dhe një shqetësim tepër të ngushëm që ai kishte. Dhe pas kësaj lutje, gjithashtu na rrëfehet edhe një besim i madh tek Zoti, dhe pas këtij besimi të madh tek Zoti, na shfaqet gjithashtu edhe një përullësi e madhe. Lutja ishte: o Zot, shërbëtori im është duke vuajtur, është shtrirë, është në kriza dhe është në buzë të vdekjes. Dhe nëse mundesh, kalo nga shtëpia ime për ta shëruar. Kështu fillon ungjilli i sotëm sipas Mateut. Dhe kjo është lutja që i drejtohet Zotit në kohën që ai futet në qytetin e Kapernaumit, i shoqëruar nga shumë njerëz. Dhe ky person i cili i kërkon Zotit me kurajo, i bën një lutje dhe nuk ka as prik, as turp, po madje ka shumë shpresë se ndoshta lutja e tij do të dëgjohet. Kështu pra edhe ne, për çdo shqetësim që kemi, është e natyrshme që i drejtohemi Zotit. Dhe i drejtohemi Zotit në çdo moment që ne ndjejmë nevojën, edhe sa herë që kemi nevojë për ndihmën e tij. Ajo që është e çuditshme në këtë lutje, në këtë kërkesë që i drejtohet të Zotit, nuk është fakti që i drejtohet me një lutje. Pasi shumë herë në Ungjil ne shikojmë që njerëz të ndryshëm, të cilët ishin të sëmurë, dërgjeshin me vite madje në sëmundjet e tyre, të paralizuar, të verbër, të cilët e thërrisnin emrin e Zotit për ndihmë, edhe Krishti asnjëherë, me sa kemi parë në Ungjil, nuk ka refuzuar askënd. Ajo që është e çuditshme është se në këtë thirrje dhe në këtë lutje që i drejtohet Zotit, nuk është vetë personi i cili është duke kërkuar, dhe për çudinë tonë gjithashtu, ky person i cili nuk ka vajtur personalisht t'i kërkojë Zotit këtë lutje, gjithashtu as nuk lutet as për veten e tij, por lutet për shërbëtorin e tij. Do të thotë ka një zinxhir lutjesh njëra pas tjetrës. Dhe madje ky person nuk ka dërguar një person do si do, por Ungjilli na thot, madje Ungjilli sipas Lukait, na jep disa detaje që Ungjilli sipas Mateut na i përshkruan në mënyrë shumë të shkurtër, dhe na thot që njerëzit që janë dërguar ishin pleqt e qytetit, si thua drejtuesit fetar dhe drejtuesit shpirtëror të qytetit. Këta njerëz të nderuar pra, mendoi të dërgonte ky person për t'u lutur Zotit që të mund të bënte mrekullinë. Dhe siç tham, jo për të bërë një mrekulli për veten e tij, pra për këtë që po i dërgonte, por për të bërë një mrekulli për shërbëtorin e tij, që siç mësojmë nga Ungjilli, kishte qenë një shërbëtor besnik, të cilin i Zoti e vlerësonte. Do të thotë që kjo lutje përpara Zotit na vjen pak më e komplikuar, vjen pak më e strukturuar. Dhe kjo është arsyeja shpeshherë që edhe neve na bën të mendojmë diçka mbi lutjen që i drejtojmë Perëndis. Patjetër që ne i drejtohemi Zotit në çdo moment, i drejtohemi Zotit me lutje kur jemi këtu në kish, i drejtohemi kur jemi në shtëpi, i drejtohemi kur jemi në vende të shenjta, dhe madje drejtohemi në çdo vend, siç tham, ku ne ndjejmë të nevojshme praninë e Zotit dhe ndihmën e tij. Ajo që vëmë re gjithashtu është se jo vetëm që një person i lutet Zotit, por gjithashtu ai mund të kërkojë edhe të tjerëve që të kërkojnë ndihmën edhe mrekullinë e Zotit. Kjo është arsyeja, vëllezër e motra, që edhe ne në kish, përveç ikonës së Zotit, kemi dhe ikonat e shenjtorëve. Për herë në krahun e djathtë të Zotit është ikona e hylindëses, dhe gjithashtu rreth tyre janë edhe ikonat e shenjtorëve të tjerë, të cilëve vazhdimisht ne u kërkojmë ndihmë, u kërkojmë ndërmjetim për problemet tona. Madje jo vetëm për problemet tona personale, por ashtu siç na tregon ky Ungjilli i sotëm, ne kërkojmë Zotit dhe i lutemi edhe për ata persona të tjerë që ndoshta janë në nevojë, e ndoshta nuk kanë mundësi vetë që të lutem, ose as nuk dinë ndoshta si të lutem. Po kjo
është përgjegjësia jonë. Dhe ne do të përdorim gjithçka të mundur për të kërkuar mëshirën dhe ndihmën e Zotit. Madje dhe ndërmjetimi i këtij personi tek Zoti nuk mjafton vetëm nëpërmjet këtyre pleqjve të fshatit ose të qytetit, të Kapernaumit më saktë, pasi ishte një qytet i rëndësishëm në detin e Galiles. Por çfarë na thuhet? Në Ungjillin sipas Lukait na shpjegohet që kur Zoti pranon dhe shkon në shtëpinë e këtij personi, rrugës disa njerëz të tjerë i dalin përpara dhe gjithashtu i luten përsëri. Dhe kësaj radhe, ata që i luten janë miqt e ngushtë të personit i cili i dërgon. Ndoshta edhe këtu mund të rreqim një paralele dhe mund të themi që kur i lutemi Zotit, jo vetëm që kërkojmë ndërmjetimin e shenjtorëve, dhe jo vetëm që i lutim për veten tonë, madje edhe për të tjerët, por gjithashtu ne mund të kërkojmë që edhe miqtë tanë të luten për ne. Sepse Zoti nuk dëgjon vetëm lutjen tonë, po Zoti dëgjon lutjen e secilit prej nesh. Dhe madje disa na këshillojnë të kërkojmë edhe lutjen e fëmijëve, të mësojmë fëmijët të luten e të luten Zotit, madje të luten Zotit edhe për ne. Fëmijët do të luten për prindit e tyre, do të luten për vëllezërit dhe motrat e tyre, madje edhe për ata fëmijë të tjerë që ndoshta janë vështirësi. Dhe nuk është çudi vëllezër e motra që Zoti më shpejt ndoshta dëgjon lutjen e këtyre fëmijëve ose ndonjë personi tjetër, sesa mund dëgjoj lutjen tonë, e cila mund të vijë shpeshherë e ngatëruar me shumë emocione dhe qëllime të ndryshme. Kështu bëri edhe ky person, dërgoi përpara Zotit disa njerëz dhe ishin miqtë e tij të ngushtë, të cilët përsëri i kërkuan diçka Zotit. Në qoftë se herën e parë pleqtë i kërkuan që Zoti të shkonte në shtëpi edhe të shëronte, herën e dytë këta miq i kërkojnë Zotit në emër të atij që i dërgoi, që nuk është nevoja të lodhet të vijë deri në shtëpi, por mjaftonte vetëm që ai të thoshte fjalën dhe ata kishin besim që Zoti do ta shëronte. Këtu na shfaqet një virtyt tjetër, përveç asaj të lutjes, na shfaqet edhe virtyti i besimit. Virtyti i besimit sepse shikojmë që jo vetëm ky shërbëtor ose këta njerëz miq, edhe këta pleq të dërguar nga ky person, jo vetëm që kishin besim që Zoti mund të bënte mrekullin, por gjithashtu i kërkojnë atij që nëpërmjet fjalës ai mund ta shëronte. Pa që nevoja fare të vinë në shtëpi, pa që nevoja fare të shikojë se kush është i sëmuri, si e ka emrin, në çfarë gjendje ndodhet dhe çfarë problemi ka. Ata besonin verbërisht që ky Mesia, Krishti, mund ta shëronte vetëm me fjalën e tij. Dhe ai shumë bëri përshtypje besimi i këtij personi, saqë Zoti e lavdëron në sy të të gjithëve, të apostujve e të gjithë atyre që e ndiqin nga pas, duke thënë që nuk kam parë njeri tjetër me kaq besim në të gjithë Izraelin. Dhe ky është virtyti i dytë, virtyti i besimit, i cili na mëson neve që kur t'i lutemi Zotit për gjitha nevojat tona ose të atyre që janë në nevojë, përveç se të kërkojmë ndërmjetimin e shenjtorëve edhe lutjet e miqve tanë, gjithashtu s'duhet të harrojmë që kur t'i lutemi Zotit, duhet t'i lutemi me besim. Zoti i përgjigjet atyre që kanë besim tek ai. Zoti nuk mund të përgjigjet një personi i cili i lutet, po ndërkohë mendon që nuk do bëhet gjë. Zoti nuk mund të përgjigjet dikujt që mendon që Zoti është aq larg, saqë është e pamundur të dëgjojë lutjet tona. As Zoti nuk i përgjigjet atij që mendon që duke bërë një lutje të përcipët, e do shërbej ajo si një formulë mekanike për të marrë përgjigje. Siç tham, Zoti do të përgjigjet atyre që i luten me besim. Dhe çdo të thotë ti lutesh me besim Zotit. Ti lutesh me besim Zotit do të thotë që Zoti ka fuqi të bëj atë që ne i kërkojmë. Dhe jo vetëm të bëj atë që ne i kërkojmë, por si thotë Shën Pavli, Zoti mund të bëjë edhe shumë herë më tepër
se sa ajo që ne i kërkojmë atij. Dhe kjo do të thotë të lutemi me besim. Do të thotë që atë që lutemi edhe ta besojmë që Zoti do ta bëjë dhe është i fuqishëm për ta bërë. Dhe kur Zoti është shef të besim, ndoshta edhe Zoti do na përgjigjet neve siç u përgjigj të gjithë atyre që Zoti shëronte. Çfarë ju thoshte? Mbani mend? Zoti thoshte, besimi yt të shëroj. Prandaj vëllezër e motra, do jetë besimi ynë ai që do na shërojë. Po jo besimi ynë tek vetja jon, por besimi ynë tek fuqia e Zotit. Dhe e treta që na vjen nga kjo ngjarje dhe nga ky lexim i sotëm i Ungjillit, siç tham, është virtyti i përulësisë. E themi i përulësisë sepse personin për të cilin po flasim, i cili kërkoi ndihmën e Zotit, nuk ishte izraelit. Zoti rrallë takoi me jo judenj, me jo izraelit, dhe rrallë komunikonte me ta, dhe shumë rrallë kishte kryer mrekullira tek këta njerëz. Madje, edhe kur dërgoi apostujt e tij herën e parë, 2 nga 2, i dërgoi që të predikonin e të bënin mrekullira në të gjithë Izraelin, por vetëm tek populli i Izraelit. Ndërsa, këtu na tregohet që ky person i cili ka dërguar këta njerëz nuk ishte izraelit, ishte roman. Madje, jo një roman i zakonshëm, por ai ishte oficer. Një oficer i cili në urdhrat e tij kishte 100 ushtar romak, pra do thotë ishte një oficer me një gradë të konsiderueshme dhe madje edhe me të ardhura të konsiderueshme. E themi këtë pasi Ungjilli na thotë që ky kryeqindar ose centurion, pra që komandon 100 ushtar, kishte dhënë kontributin e tij të konsiderueshëm që të ndërtojë madje dhe një sinagogë në Kapernaum. Kjo na çudit në fakt sepse shikojmë që një roman i cili si shumë në atë kohë nga Roma nuk e njihnin Zotin e vërtet, por adhuronin idhujt. Këtu mësojmë që ky person kishte respekt për Zotin e Izraelit. Dhe jo vetëm që kishte respekt, por siç e tham, ai kishte dhënë edhe burime financiare për ta ndërtuar këtë sinagogë. E megjithatë, na bën përshtypje që pavarësisht se ky person kishte një status të lartë shoqëror, duke qenë qytetar romak, duke qenë oficer e duke qenë një njeri me të ardhura, megjithatë, ai nuk e konsideron këto të barabarta të vlefshme për të pritur Zotin në shtëpinë e tij. Ne e dim që izraelitët nuk futeshin në shtëpinë e jo izraelitëve, pasi këta konsideroheshin të papastër. Për këtë arsye, ai nuk kërkon që Zoti të vendoset në siklet duke u futur në shtëpinë e tij, pavarësisht për statusin e lartë që ai kishte. Dhe kjo na bën të gjithëve neve të mendojmë e të reflektojmë. Mos ndoshta edhe ne mendojmë që për shkak të disa privilegjeve, për shkak të disa kushteve dhe rrethanave në të cilat ndodhemi, ne duhet të përfitojmë diçka më tepër. Apo mos ndoshta duhet mendojmë edhe ne si ky kryeqindës, i cili pavarësisht nga statusi që kishte, e konsideronte veten përpara Zotit të padenjë për të marrë një hir të veçantë, siç ishte hiri i Zotit. Për këtë arsye të gjithë jemi ftuar që të jemi të përulur për atë që i kërkojmë Zotit. Përveç pra besimit, përveç lutjes që duhet i drejtojmë Zotit, ajo që na tregon ky ungjilli i sotëm na kërkon përulësi. Në qoftë se lutja jon përpara Zotit nuk vjen me përulësi, atëherë ka shumë mundësi brenda saj ka gjëra të tjera. Dhe nëse ne duam me të vërtet të sigurohemi që lutja jon do dëgohet përpara Zotit, nëse duam të sigurohemi me të vërtet që lutja jon është me besim, na u dashka të sigurohemi gjithashtu që lutja jon vjen me përulësi. Ashtu siç ishte pra edhe lutja e këtij centurioni. Dhe Zoti nuk u ofendua. As kur erdhën pleqt e qytetit, edhe i kërkuan në emër të kryeqindësit që të bëjë mrekullia, as nuk u mërzit që ky kryeqindës
nuk kërkonte për veten e tij, por kërkonte madje për shërbëtorin e tij. Dhe as nuk u mërzit kur miqtë e tij erdhën edhe i thanë që nuk është nevoja të vish në shtëpinë e kryeqindësit. Dhe kjo është shpeshherë ajo që duhet kuptojmë. Gjërat e jashtme nuk tregojnë kuptimin e brendshëm shpeshherë. Në të dyja kuptimet, shpeshherë mund të duket një devocion i madh i jashtëm, por ai mund të jetë shumë sipërfaqësor, dhe shpeshherë mund të na duket një person shumë i sipërfaqshëm nga jashtë, por lutja e tij, përulësia e tij mund të jenë me të vërtetë të mëdha, siç ishin lutja e këtij centurioni. Prandaj, vëllezër e motra, në këtë ditë të sotme që lexuam këtë ungjil, e që kisha na ka vendosur përpara si shembull, le të mendojmë të gjithë edhe një herë se si ti lutemi Zotit me zell, se si ti lutemi Zotit me besim dhe se si ti lutemi Zotit me përulësi. Amin.